Nuk dihet nga kush dhe kur, Praga, qyteti në zemër të Evropës u quajt Praga e Arë. Gjithsesi, sido që të ketë ndodhur, e rëndësishme është që pasi e viziton atë bindesh vërtet, që Praga e meriton të përgënjelet. Praga, qyteti që është shpallur qyteti kulturës evropiane për vitin 2000, pret çdo ditë mijëra turistë nga gjithë bota. Pa përmendur këtu ata mijëra të tjerë që bëjnë plane për ta vizituar atë. Dhe është krejt e natyrshme. Vinë ata me kuriozitetin për të njohur nga afër atë dheun e shvejkut të famshëm, edhe atë dheun e shkrimtarëve dhe artistëve të mëdhenj, që me talentin e fuqishëm kanë lënë gjurmë të pashlyer në historinë e artit dhe kulturës botërore, si Kafka, Kundera, Havel, Borman, Mente, Dvoržak, Smetana, Janeček, Shtursa, Mosulbek, Muha apo Manes. Mira njerëz lëvizin çdo çast rrugëve karakteristike të qytetit, duke marrë kënaqësinë e bukurisë së tyre. Mira njerëz hyjnë e dalin çdo çast nëpër muzetë e shumta të qytetit, duke njohur vlera të reja më shumë se kombëtare. Mira njerëz kalojnë çdo çast nga njëra anë në anën tjetër të urave të shumta, duke zbuluar imazhe të panjohura dhe të mrekullueshme të Pragës. Pikërisht, mes këtyre mira njerëzve nga gjithë bota, këtë fundvjeshte do të takosh në Pragë edhe një grup shqiptarësh, që rikthehen në qytetin e rinisë së tyre pas 40 vjetësh. Dyzet vjet më parë këta shqiptarë ishin djem fare të rinj, kur erdhën në Pragë me ëndrrën e madhe për të bërë artist. Për fatin e tyre dhe të Shqipërisë, ata të gjithë u bën artistë të shquar, pa çka se atje ku studiuan, askush nuk mësoi asnjëherë dhe asgjë për fatin e tyre. Kështu kaluan 40 vjet. Derisa një ditë në adresë të ish studentëve të Akademisë së Arteve të Pragës, Toma Thomai, Fuat Dushku, Xenofon Dilo, Hector Dule dhe Niko Progri, mbriti një ftesë nga Piro Milkani, ish studenti i Akademisë së Kinematografisë, sot ambasadori i Shqipërisë në Pragë për të hapur të parën ekspozitë të arteve figurative në Çeki pas 40 vjetësh. Dhe ndërsa ekspozita bëhet gati për ceremoninë e çeljes, grupi i artistëve shqiptar vizitën e parë e bën atje ku studiuan. Atje ku talenti i tyre, i fshehur deri atëherë, filloi të shfaqet dhe t'u jap jetë të lajove dhe baltës. Është vërtet një ditë me shumë emocion. Qëndrojnë ata për minuta të tëra përballë gotimës së akademisë dhe nuk guxojnë të hyjnë brenda.
Pastaj vendosi parin, dhe pas të parit, hynë me radhë, të gjithë. Gjithçka ashtu si që kanë lënë 40 vjet më parë. Po ato korridore, po ato skulptura, po ato ambiente, po djemtë atëhershëm kalonin orë të tëra duke punuar e studiuar. Alojnë minuta të tëra në kujtimet e asaj kohe. Në heshti, gjithsecili ka që të kujtoj. Ndërkaq që me të marrë vesh mbritje me auditorët e i studentëve shqiptar, spret për t'i takuar dhe përshëndetur personalisht dekani i akademisë profesor Vaslav Sherak, një nga ish bashk studentët e asaj kohe. Dhe vetë ti u biseda rifillon atje ku është ndërprerë. 40 vjet të shkuara. Çfarë të kujtojnë më parë? Orët e mësimit, pedagogët, shokët, miqt, ata që janë ndarë nga jeta, rrugët e Pragës, mbrëmjet e Pragës, apo vajzat e Pragës. Ndërkohë gjithçka është gati. Me iniciativën e ambasadës shqiptare dhe Ministrisë së Kulturës Çeke, më në fund u bë e mundur të hapet në ambientet e bashkisë së re të qytetit kjo ekspozitë. Ku janë ekspozuar 30 vepra në pikturë, 8 vepra me keramik dhe 7 vepra në skulpturë. Të gjitha krijime të ish studentëve shqiptar të Akademisë së Arteve të Pragës. Interesim, kuriozitet, mall. Kështu duhet përcaktuar pjesëmarrjen në ceremoninë e hapjes së trupit diplomatik, përfaqësuesve të shtypit, artistëve, miqve të ambasadës dhe shqiptarëve me banim në Çeki, ceremoni që deklaron të hapur piktori akademik Josep Kulda. Dhe ashtu siç është parashikuar nga Piro Milkani, njeriu që ideoi dhe organizoi deri në detajet më të vogla këtë aktivitet, pas befasimit të pranishmëve nga kontakti drejt për drejt në artin shqiptar, radhën e kanë komplimentet dhe vlerësimet. Minutat kalojnë pa ndjerë, me biseda shokësh e miqsh, në shoqëri me një gotë e verë shqiptare, ndërkohë që mbi qytet ka rënë mbrëmja, edhe Praga që vezullon nga dritat e shumta, duket akoma më e artë. E ndërsa banorët e qytetit shëtisin të qetë mbi urën e Karlit apo sheshin Venceslav, artistët shqiptar dhe miqtë e tyre të vjetër drejtojnë drejt ambasadës shqiptare. Ata këtë mbrëmje janë miq të ambasadorit shqiptar. Ndërkaq, ne vazhdojmë shëtitjen kaldrëmeve të Pragës, duke diskutuar për birrën çeke, e mirë njohur sot në gjithë botën, për revolucionin e Kadipejnë,
siç e kanë etiketuar analistët politik revolucionin çek të fund viteve 80. Për shqiptarët, nuk do t'jetë në një çudi nëse këtë mbrëmje ne takojmë gjurmë të shqiptarit Aleksandër Mesiu, këtij artisti të madh që ka interpretuar edhe në Teatrin Nacional të Pragës me po aq sukses sa në gjithë botën. Apo të shqiptarëve Serafin Panko, Simon Gjoni, Saim Kokona, Dimo Gogollari e mjaft të tjerëve që u shkolluan në auditoret çeke dhe u bën artistë të shquar në Shqipëri. Por sonte nuk është rasti dhe koha të shkojmë pas gjurmëve të tyre. Ndoshta një herë tjetër. Me këtë mendim, marrim edhe ne rrugën drejt ambasadës shqiptare, atje ku tashmë festa shqiptare ka filluar e që me siguri ndihet edhe jashtë saj.